Nëse mbyll jetën dhe ti je njeri që adhuron dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu, ky është nga mëkatet e mëdha që Zoti nuk i fal, subhanallahu. Përveç kësaj të gjithë mëkatet e tjera mund t'i falë Allahu xhaleshanuhu për atë që dëshiron. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Po të shikosh thirrja edhe kauza e parë e çdo kujt prej profetëve të Allahut xhaleshanu, ja qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. O populli im, të gjithë profetët që kanë ardhur nga i pari deri tek i fundit i thonin popullit tyre, o populli im, besoni vetëm Allahun. Askush tjetër nuk është krijues dhe nuk është Zot përveç tij. Besoni vetëm Zotin e vërtetë. Prandaj ai i cili bën shirk thot Allahu xhaleshanuhu, Zoti ja ka ndaluar xhenetin, Allahu na ruaj. Dera e xhenetit hapet me fjalën la ilaha illallah, me besimin e sinqertë dhe të pastër për Zotin një. Mos harroni vëllezërit e mi dhe motra muslimane, Allahu xhaleshanu i shpalli profetit alayhi salatu wasalam dhe të gjithë profetëve të tjerë. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Të shpallur ty dhe të i shpallur gjithë profetëve të tjerë se nëse do të bësh shirk të fshihen veprat e mira. I ke vetëm për këtë dynja kur dalësh ke Allahu xhaleshanu, nuk kanë më vlerë veprat, Zoti na ruaj.